ndodhur? Komplet kanë qenë që në fillim. Hyra brenda në staf. Fillova punë si gjithmonë. Në krahun ata në hyra vetë, në derë më djali. Po unë djali nuk më fut qas njerë në punë, po thjesht më ikën 2 punëtorë. Edhe më erdhi. Tash e kisha si parandjenjë se gjithmonë kemi qenë në mbrojtje në vetes tonë për policat. Sa më djali aty, kur i shikoj unë, erdhën. Erdhën këta, po më mirë të kisha dalë, më poshtë që t'ja u tregoja më mirë vendin. Erdhën këta, thash, djale, erdhën tash. Djali qatë ty doli dhe që ka hedhë nga dritarja e viçave në fund stajës. Ati e priste polici tjetër. Tash i vendi është, po doni vemi ta tregojmë. Vendi është i del nga dritarja dhe i ikën lartë se a është vendi se s'kishte ku të mbrose. Po të delte në krah, do delte me policin ballë për ballë. Del lartë ati i bie polici. Ju po thoni që djali juaj nuk ka qelluar mbi policinë? Dëgjoj. Në moment që polici i ka rënë më përpara. Pastaj ka qelluar, se ajo gjithmonë as policia, as gjifare. Nuk tha, as e dorëzoj uni, as e jemi policia, ajo ishte fshehur në cep, t'ja u tregoj atje ku ka rënë. Djali im kalon lart, atje pastaj qellojnë që Nëna Berdane, sa kohë kishte Violandi që rinte me ju këtu? Violandi me mua jo se rrinte, se Violandi ishte dënuar 10 vjet. E Violandi nuk më rrinte mua këtu, vinte thjesht në një qytet të bukur. Ku jetonte ai? Lart. Në mal, vetëm në mal. Në mal. As njerëz vinte që t'ikte në fshat apo qytet apo vetëm në mal. Për sa vite kjo situatë? Kjo situatë ka 8 vjet e ca. 10 gram hashash. Për 10 gram hashash. 2 gram i gjetën në shtëpi. Pastaj vajtën për zyra se u vinte tu, thoshte i bëj 10 gram. A ka kultivuar në djenin tuaj djali juaj? Asnjëherë. Neve sa po erdhëm nga Vlora, s'kishim ja 2-3 muaj. Erdhën edhe policat e kanë hedhur vetë se unë kur vajta prezident që kontrollova, nuk gjeta asnjë gjë. Me policat. Me çfarë mbanit frymën gjallë? Vetëm me bakti? Me bakti, unë kam sjellë dhe që nga Vlora, në Vlorë punuan ndërtim burri, që kam sakat tash, djem ndërtim, merr 1 lek, bëm ja 30 dhirace, edhe i sollëm këtu në Lozhan. Është e vërtet që shteti ju ka ndihmuar? Keni marrë juve për lopët fonde nga SBR-ja në emrin tuaj të Danielit edhe të bashkëshortit të Luanit? Po, kam marrë. Jo se më ka ndihmuar, se unë i ka rregulla shtetik këto. Se unë e kam lektorin. Jo thot Artan Hoxha është janë në shtëpi për fare ashashi. Ai shkoni çfarë. Çan llafe nuk kemi dëgjuar. Nëna Berdani, si ndiheni juve se ju jeni nën vetë? He. Dhe fatkeqësisht një punonjës policie ka Më vjen shumë keq. Unë e kam thënë që atë, edhe djali im kishte vdekur. Se nuk ka faj, as djali im, as edhe ajo është i urdhëruar, ose i rrvet nga rroba e tija. Po që ai të kishte bërë këtë gjë, ti thoshte ndal. Po ti kishte thënë ndal. S'do ishte situata këtu. Nëna Berdane, ai nuk është era e parë që tentohet që të vinë te Violandi për ta kapur. Pra, po, kanë ardhur. Ka ardhur Enea disa herë? Disa herë. Nuk kanë bërë këtë që bën këta. Sa herë ka mundur të shpëtoj policisë Violandi? Sa herë? Jo se ka qenë shumë herë këtu, se s'ka qenë, do me dhe një rast pata që, ose çfarë të them. Mbase i detyroheni një kërkesë falje e familjes? Çfarë mesazhi do të jepni familjes së Eneas? Unë më vjen shumë keq, zero se më ka vdekur djali im. I thoj sa familjes se më vjen keq dhe për atë, se nuk e njoh as nenën, as baban, as djalin, më vjen shumë keq. Jam edhe unë me ata. Më vim se të dhe djali. Se nuk e njoh, nuk më njeh. Thjesht detyra e tij. Do të takosh Violandin? Do shkosh? Do të takoj, se kam djallë. Më vim se kam ditë të vite që... Si ka mundësi që Violandi mbante armë? I rrezikoi jeta? Vetëm nga policia apo edhe nga të tjerë? E dinit ju që kishte armë? Jo, nuk e dinja që kishte armë. Nuk e dinja që mbante armë, se si kisha parasysh me armë.